me zotin Bejar Vreta në fjalën e tij përshëndetëse. Po mendoja tash në këtë rrugtim të shkurtër se si t'ju përshëndes në emër të Partisë Demokratike, si nipi Çermenikës, ju përgëzoj dhe ju falenderoj nga zemra që sot ju e keni mbushur këtë shesh plot e përplot. Po si mos mbushet zemra me gëzim kur shikon djemt, vajzat e neshtës që janë rikthyer këtu në këtë trevë të mrekullueshme, ku një zonë panoramike që shkëlqen me bukuritë që na ka falë natyra. Por ne si njerëz, a duhet ta lëmë këtë hap të natyrës deri këtu, apo duhet të japim një zhvillim që njerëzit të vinë, ta zhvillojnë këtë vend dhe mos ta marrin kokën nga neshta e harruar, po ta marrin kokën nga neshta e vitalizuar. Ja, siç është vitalizuar sot, ashtu duhet jetë nesër, ashtu duhet jetë pas nesër, ashtu duhet jetë gjithmonë. Unë sot nuk duhet të flas tu para jush si politikan, por duhet të flas si një njeri që i dhimbset vendi vet, që i dhimbset puna, që i dhimbset ajo që na kanë lënë trashëgim të parë tanë. Kryetari i shoqatës 2017 i Çermenikës, zoti Bejar Vreta, foli mjaft qartë, mjaft saktë, dhe unë nuk do të zgjas asgjë më shumë se ai, por vetëm se do ju bëj thirrje që gjithë çermenikasit të bëhen bashkë dhe mos kërkojnë asgjë tjetër nga pushteti qendror dhe pushteti lokal, por vetëm rrugë, sepse djemt dhe vajzat tona që migrojnë brenda vendit, që emigrojnë jashtë vendit, kanë akumuluar para dhe ato para vinë të investojnë këtu, sepse është vendi më i bukur, më i mrekullueshëm i botës. Gëzuar ditën e verës dhe të gjithë ata që agjërojnë agjërim i lehtë. Zoti ju bekov dhe u pjekshim gjithmonë për të mira. Ju uroj të gjithë mirëseardhje. Në emër të shoqatës kulturore Çermenika 2017, ju uroj ju neshtanëve dhe gjithë çermenikasëve kudo që janë gëzuar ditën e verës. Këtë ditë të bardhë, qofshi të lumtur, mbarësi, shëndet në familje e kudo. Sot, kjo festë nuk është e rastësishme që ne po organizojmë në fshatin Nesht, sepse qysh në themelimin e shoqatës tonë, në programin e saj, ka qenë promovimi i vlerave më të mira historike kulturore të zonës Çermenikës. Ku kontributi me propozim gjithmonë të Gazmir Alcanit për ta riparuar dhe kemi siguruar disa fonde, po këta nuk mjaftojnë. Kështu që do t'ju bëj thirrje, neshta me intelektualët, neshta ka nxjerrë intelektual, profesor, doktor, që kontribuojnë në fushat të ndryshme, biznesmen, që të bëhem pjesë e shoqatës dhe ta ngrem atë kultin, atë gjën sa është identiteti jonë. Kështu që do të përmendja dhe Bashkinë e Librazhdit, kryetarin e bashkisë nuk e di për arsye aktivitete të ndryshme, në emrin tuaj është një djalë nga Çermenika që do ta falenderoj.